Në fillim të viteve 90, kur Shqipëria po shkëputej nga izolimi dhe letërsia po kërkonte forma të reja shprehëse që t'i përgjigjeshin realiteteve të reja të kohës, në letërsinë shqipe, konkretisht më saktë në poezinë shqipe, u shfaq një brez i ri poetësh, të cilët dukshëm kërkonin të shkëputeshin nga modelet e poezisë së mëparshme. Një ndër këta poet mjaft të rëndësishëm të kësaj periudhe është pikërisht Rudian Zekthi, i cili së bashku edhe me poetë të tjerë u grupuan rreth grupimit e përshtatshme, grupimi i cili do të bënte në një farë kuptimi një lloj revolucioni në poezi, në gjuhën poetike, në motivet e poezisë, por mbi të gjitha në konceptin se si këta poetë të rinj e shihnin poezinë. Rudian Zekthi është një nga zerat më të rëndësishëm të poezisë shqipe të viteve 90, ku nëpërmjet hermetizmit të tij, nëpërmjet forcës shprehëse, por dhe nëpërmjet një poezie të panjohur më parë, do të bëhet një nga poetët më të rëndësishëm të asaj që njihet tani më si avangarda shqiptare. Përmbledhja e tij e parë, poezi, shënon pikërisht këtë shpërthim të një zëri të ri poetik. Në këtë libër, poezia e Zekthit karakterizohet nga një imagjinate pazakont dhe nga një gjuhë që shmang rrëfimin e drejt për drejt, duke ndërtuar një univers të mbushur me simbole dhe me tension metafizik. Ndryshe nga shumë poetë të brezit të tij, Zekthi nuk kërkon ta bëjë poezinë të menjëhershme për lexuesin, por kërkon një lexim të ngadaltë dhe një përpjekje interpretimi. Një tjetër fazë e rëndësishme në krijimtarinë poetike të poetit Rudian Zekthi është edhe përmbledhja e tij poetike, Panair. Është një përmbledhje që duhet thënë që vjen pas një kohe të gjatë heshtjeje në krijimtarinë poetike të poetit, ndërkohë që ajo shënon një fazë të re dhe një fazë mjaft të rëndësishme të krijimtarisë së tij artistike. Në Panair, Zekthi ndërton një poezi që shpesh merr formën e monologut të brendshëm, ku subjekti poetik përballet me vetmin, me kohën dhe me absurditetin e përvojës njerëzore. Imazhet janë të forta dhe shpesh të befasishme, ndërsa vargu ruan një tension të vazhdueshëm midis konkretit dhe abstraktes. Pikërisht këtu qëndron edhe vlera e poezisë së Rudian Zekthit sot. Në një kohë kur shumë poezi priren drejt thjeshtësisë e menjëhershme dhe komunikimit të drejt për drejt, poezia e tij mbetet një formë rezistence estetike. Ajo kërkon përqendrim, kërkon rilexim dhe nuk e shteron kuptimin në kontaktin e parë me tekstin. Rudian Zekthi është një nga zerat që shënjon transformimin e poezisë shqipe pas viteve 90. Poezia e tij nuk është pjesë thjesht e një brezi letrar dhe pjesë e historisë, por është edhe një dëshmi se si ka funksionuar poezia shqipe në fillim të viteve 90, kur ne po ndaheshim nga diktatura, por dhe nga format dhe trajtat letrare të kohës kaluar. Pra, sugjerimi im i kësaj fundjave është poezia e poetit Rudian Zekthi, pavarësisht se Zekthi prej kohësh nuk shkruan me poezi, por është i angazhuar në çështje dhe në tema të tjera, por gjithsesi me rëndësi në gjykimin tim ngjelet njohja e kësaj lloji poezie me forma dhe trajtat e saj që kanë të bëjnë me risinë që ajo solli në krijimtarinë poetike të një brezi të tërë poetësh dhe shkrimtarësh.